Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin Zjo. Shumë shpesh, ne sindikalistëve na bëhet pyetja se çfarë është kontrata kolektive. Kush e lidh atë? A është më e fuqishme se kontrata individuale? Dhe pikërisht sot ja kemi dedikuar këtë episod kontratës kolektive. Me mua sot në podcast është zonja Elona Hoxha, eksperte ligjore. Elona, faleminderit që pranuat ftesën dhe që jeni në podcast. Faleminderit dhe ju për ftesën, është kënaqësi. Elona, ju jeni një eksperte ligjore, pedagoge gjithashtu, por ne sot ju kemi thirrur për diskutuar edhe për një studim të veçantë që ju keni bërë, që ka lidhje me kontratat kolektive. Kontratat kolektive në këndvështrimin e Bashkimit Evropian, në studimi juaj më i fundit. Unë e vlerësoj shumë këtë pjesë e sindikalistë sepse shumë pak ka studime të tilla në lidhje me kontratat kolektive. Dhe në lidhje me këtë çështje, unë doja që ta fillonim bisedën me një pyetje të parë se çfarë është realisht kontrata kolektive. Atëherë, siç e thatë ju, unë kam bërë një studim në lidhje me kontratat kolektive. Është një studim i cili po rishikohet, sepse është bërë para disa viteve dhe duke qenë se mund të themi pas marrëveshjes stabilizim asociimit, aspiratat tona për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, më bën të merrja një shtys dhe të shikoja një nga fushat. Ndoshta në Shqipëri nuk e ka marrë atë rëndësinë e duhur kontrata kolektive, sepse ne zakonisht jemi mësuar më tepër në marrëdhëniet juridike të punës me kontratë individuale, por ajo që ne duhet të theksojmë gjithmonë është që kontrata kolektive ka e përsi mbi kontratën individuale. Rregullon një fushë më të gjerë se kontrata individuale. Dhe kontrata kolektive në Shqipëri, edhe po të shikosh ndryshimet e kodit punës, shumë pak është prekur, ose mund të themi që s'është prekur fare ndryshimet ligjore të fundit. Duke qenë hapësira sot me pjesën e implementimit të legjislacionit evropian brenda kuadrit ton ligjor, me pjesën e grup kapitujve, secili prej institucioneve shtetërore po merret me pjesë të veçanta legislative. Tema kryesore tashmë. Pjesë të veçanta legislative, them që kontrata kolektive ka nevojë për rishikim. Dhe rishikimi i fundit që unë jam duke bërë është që e keni fjalën për pjesën e legjislacionit që lidhet me kontratën kolektive. Dhe sot në kontratën kolektive nuk do ta shikojmë thjesht si një marrëdhënie që lidhet ndërmjet punëdhënëse, një grup punëmarrëssh që zakonisht përfaqësojnë në sindikat, por sot kontratën kolektive ne do ta shikojmë si një proces negocimi. Pra palën në reciprocitet mes njëri tjetrit, dakordsohen për disa të drejta themelore, ose mund themi disa të drejta thelbësore, që lindin pikërisht nga marrëdhënia juridike e punës, siç mund të jenë për orët shtesë, siç mund të jenë lejet vjetore, siç mund të jenë shpërblimet, siç mund të jetë paga, por ajo që ndodh sot në Shqipëri themi që sindikatat, nuk flasim në pjesën më të përgjithshme, flasim në pjesën më të përgjithshme, sindikatat duhet të kenë më shumë zë. Që duke qenë se ne jemi në parafrimin e legjislacionit, jemi duke implementuar shumë direktiva brenda legjislacionit tonë të punës, sindikatat gjithmonë dhe më shumë duhet të ngrenë zërin dhe të thonë që ne kemi nevojë për përmirësim. Ne që jemi brenda këtij sektori të sindikalizmit, kemi vrejmë që shpeshherë kontratat kolektive janë sa reale, por edhe formale. Është një fenomen cilën e hasim në realitetin shqiptar. Si mendoni ju, sa prej këtyre marrëveshjeve ose nga ai studim që ju keni bërë janë reale dhe janë formale? Unë mund të them që pjesa më e vështirë e studimit tim ishte pikërisht kjo pjesë. Domethënë, unë të vërtetoja nëse kontrata kolektive, nëse kontrata kolektive ishte thjesht një letër e shkruar, apo kontrata kolektive kishte një mbrojtje. Këtë ende nuk kam arritur dot, sepse duke qenë se pjesa më e madhe e informacionit unë e kam marrë në pjesë institucionale dhe në pjesë të administratës publike. Nëpërmjet punëdhënësit. Nëpërmjet, jo vetëm punëdhënëse, por nëpërmjet zyrës së punës, nëpërmjet inspektoriatit punës, pra institucione të cilat kontrollojnë zbatueshmërinë apo jo të kontratës kolektive. Ne nuk mund të flasim dot për një përqindje. Për sa kohë kontratat kolektive kontrollohen nga një institucion i një rëndësie të veçantë ose që ka në kompetencë mbikëqyrjen e kontratës kolektive dhe ne nuk kemi sot një buletin mujor apo nuk kemi sot një buletin vjetor që mund të themi shiko se në Shqipëri sipas të dhënave të fundit që mund ta vinë nga institucioni shtetëror kjo kontratë ose kontratat që janë formale janë në numër të përcaktuar dhe kontratat që janë të zbatueshme në këtë numër, ne nuk mund të dalim dot në konkluzione faktike sa janë formale dhe sa jo. Por ajo që unë i vë theksin gjithmonë është pikërisht që organizimi i punëmarrësve është që kontratat e bëjnë vërtet reale. Pra nëse punëmarrësit janë
më të bashkuar ose punëmarrësit kanë më shumë zë në mbrojtjen të drejtave të tyre, them që është më e mbrojtur. Dhe duhet të theksoj edhe një gjë. Po. Në momentin që flasim për kontratat kolektive dhe flasim kur kam tepër zbatueshmëri, nëse do të bëjmë një krahasim ndërmjet kontratës në sektorin publik dhe sektorin privat, themi në sektorin publik kontrata është shumë e zbatueshme. Pse ndodh? Ndoshta sepse është faktori shtet. Efekti është më real. Është më real në rastin kur flasim për kontratat kolektive në shtet. Ndoshta sepse është faktori apo pala shtet. Po. Në sektorin privat, sidomos në pjesën e industrisë, themi që kontratat kolektive kanë goxha punë në përmirësimin e kuadrit ligjor, por ajo që duhet të dimë dhe në pjesën e sektorit privat është që kontratat kolektive me patjetër duhet të kemi një informim më të zgjeruar ndaj punëmarrësve, sepse punëmarrësi thjesht nënshkruajnë një kontratë, pavarësisht nëse është individuale apo kolektive, thjesht ndoshta qëllimi i tyre është për të qenë në një marrëdhënie pune, por pa ditur se çfarë do thotë jesh pjesë e një kontrate kolektive. Prandaj them që në shtet kjo pjesë është më e mbrojtur. Unë mendoj se kjo vlen të theksohet edhe pak se në shtet kur ti e lidh kontratën kolektive, unë i kam të dyja përvojat, dhe në sektorin publik dhe në sektorin privat. Po kur e lidh kontratën në shtet, ajo zbatohet, në përgjithësi zbatohet. Por po flas për sektorin tonë, nuk e di në pjesë të tjera të sektoreve private se çfarë ndodh, por në sektorin të telekomunikacionit, në call centrat. Kontratat që ne lidhim janë të zbatueshme sepse ne i monitorojmë. Pra është ajo që ju thatë, kur punojësit janë vërtet mirë të organizuar, kanë dhe atë tendencën e monitorimit të mirë dhe të sindikatave, sepse në fund të ditës janë punëtorët cilët do përfitojnë nga ato çfarë lindin nga kontrata kolektive. Kështu që dhe ne jemi të interesuar të parë ne sindikatat për t'i monitoruar. Ndofta në sektor të tjerë, domethënë në sektor privat, por në pjesë tjera të këtij sektorit mund të ketë, mund të jetë dhe kjo që ju thoni. Shikon, ka masur një vështirësi në sektorin privat. Kontrata kolektive të cilat ishin të regjistruara dhe kontrata kolektive që ndoshta edhe mbikëqyreshin nga organet kompetente. Po ishin raportuar në zyrat e punës. Por që normalisht e kishin ruajtur gjithë pjesën e një kontrate kolektive në fuqi me fuqi juridike. Por ajo që ndodhte në momentin që bëra një pyetësor pranë punëmarrësve se sa në dieni, dhe flasim veçanërisht në sektorin fasoneri, se sa në dieni ishin mbi kontratën kolektive, askush prej tyre nuk ishte një informacion se çfarë do të thoshte kontratë kolektive. Dhe prandaj them që ndoshta kushdo prej nesh, qoftë ne ekspertët apo studiuesit që merremi me një fushë të caktuar, ndoshta duhet të rrisim dhe më shumë këtë pjesën e informimit ndaj punëmarrësve, për të ditur që kanë ata një mjet se si të mbrojnë në marrëdhëniet juridike të punës. Nuk janë të pambrojtur. Jam shumë dakord me ty sepse edhe ky podcast për këtë qëllim është, për informimin edhe të punëmarrësve, të cilët nuk e kanë idenë se çfarë është një kontratë kolektive, ose mund ta kenë punën e tyre dhe nuk janë të informuar se çfarë përfshin. Dhe kjo është një anomali shumë e madhe edhe sindikatave që nuk arrin të informojnë punojësit, por pastaj kjo që një sindikat vetë e lidh një kontratë dhe punojësi nuk di asgjë, kjo është absurde në këtë realitet. Dhe shumë e vështirë në momentin që ti bën një studim dhe të nxjerrësh një konkluzion të tillë. Dhe po jo, fatmirësisht apo fatkeqësisht ai është rezultati dhe studimi nuk mund të nxjerrë diçka tjetër përveç rezultatit real. Dallon pak, ndoshta dallon sepse pjesa e industrisë është edhe ndoshta pamjaftueshmëria e njohurive që mund të ketë punëmarrësi. Për pamjaftueshmëritë e njohurive jo vetëm juridike, por dhe për shkak të ngarkesës punës, pagesave, dhe ndoshta është ajo pjesa që thjesht po e nënshkruaj një kontratë dhe thjesht të jem në një marrëdhënie pune dhe asgjë më tepër. Tani dihet që kontratat lidhen, siç e tham, sindikata ulet me punëdhënësin dhe lidh kontratën kolektive. Lind natyrshëm pyetja kush ka realisht më shumë pushtet kur ulen ballë për ballë me njëra tjetrën. Normalisht duhet të jenë barabarta, por kush e ka vërtet pushtetin gjatë negociatave? Dhe unë përgjigjen nga kjo ta filloj. Normalisht janë barabarta. Ne jemi gjithmonë në atë pjesën e njerëzit e ligjit, themi që jemi të gjithë barabartë përpara ligjit. Palët duhet të kenë mjete të barabarta, mekanizma të barabarta në momentin që ulen në momentin e negocimit për të lidhur një kontratë kolektive. Unë do ta shikoja në dy aspekte. De jure duhet ta ketë sindikata. Po. Sepse është sindikata që është përballë punëdhënësit, është një grup punëmarrësish që duan të përmirësojnë kushtet thelbësore në marrëdhënien e punës. Ata kanë arritur ta ulin punëdhënësin tavolinë dhe de jure e kanë ata patjetër. Por de facto është kompania.
Pse është kompania? Është kompania sepse mjetet financiare të plotësimit të kërkesave të punëmarrësve i ka pikërisht kompania. Në vërtet. Kështu që ne nuk e ndajmë dot me, domethënë, një mesore që e ka sindikata apo e ka kompania. Por de jure duhet ta ketë sindikata. De facto, në rastet konkrete është kompania. Sepse ti vërtet mund të kërkosh orë shtesë, ti vërtet mund të kërkosh shpërblime, ti vërtet mund të kërkosh pagesa në punë të ngarkuara, por është vetë aftësia paguese e punëdhënësit nëse do të pranoj këto kushte në momentin që ulen përpara një negocimi. Patjetër, jo më pak se disa ditë përpara unë kam qenë në një negociat me punëdhënësin dhe çdo gjë lidhet me mundësinë financiare që ai ka. Ti mund të kërkosh shumë gjëra, ke dëshirën e madhe të plotësosh shumë kërkesa që të vinë nga anëtarët e tu të sindikatës, por kur ti përballesh në një tavolinë me të, është e vështirë nëse pozicioni ti financiar është i dobët dhe ai nuk ka mundësinë që ti plotësoj këto kërkesa që ti i kërkon. Prandaj dhe ndoshta ne mund ta quajmë edhe të plotfuqishëm përballë sindikatës. Keni ndonjë shembull për shembull që kontrata kolektive ka arritur ose që mund të ketë dalë nga studimi juaj që ka bërë ndryshim, një ndryshim në vendin e punës apo një ndryshim kombëtar, le të themi? Unë do të doja shumë ta kisha një. Flasim gjithmonë në nivel kombëtar. Po. Sepse nuk mund të themi dot që shikon, nuk ka sindikata. Flasim për shembull në rastin e sindikatës tuaj, që ka shumë raste suksesi brenda sindikatës, kur mund të kemi pasur shumë raste në të cilat mund të jetë rrezikuar largimi nga puna i punëmarrësve dhe ju i keni rikthyer sërish në vendin e punës, duke vazhduar normalisht marrëdhënia e punës ndërmjet punëmarrësve dhe punëdhënësve, por në aspektin kombëtar do të doja shumë. Do doja shumë që sindikatat të kishin më shumë zënë në politikat shtetërore. Pra nëse ne përcaktojmë një pagë minimale, paga minimale përcaktohet sipas të ardhurave që mund të ketë qeveria dhe bën përcaktime që kjo pagë minimale sipas të ardhurave, uljen e borxhit dhe të gjithë përcaktoj këtë minimum. Nuk kemi ndonjë propozim që mund të vinë nga sindikatat dhe të jetë pranuar. Pra këto janë raste suksesi. Thash, nuk mund të përjashtoj dhe rastet e suksesit brenda sindikatës sepse dhe ajo është një sindikat vepron. Por në nivel kombëtar do të ishte shumë më bum. Domethënë do të bënte më shumë përshtypje që një sindikat ka reaguar në mënyrë të tillë që ka propozuar një politikë që është pranuar. Dhe kjo do të jetë një sukses shumë i madh. Kombëtar nuk kemi, se mund të kemi për shembull kemi një rast kombëtar që mund të kemi Maqedoninë e Veriut. Kemi raste që kanë ndikuar sindikata në pjesën e pagës minimale. Kemi raste që na vijnë nga direktivat e Bashkimit Evropian, të cilat kanë ndikuar shumë sindikata në përcaktimin e minimumit jetik të pagës minimale. Në fakt, procedura vitet e fundit ka qenë që sepse ne kemi Këshillin Kombëtar të Punës, por procedura ka qenë që vjen nga qeveria çdo gjë dhe nuk pavarësisht se sindikatat bëjnë ato propozime, dërgojnë ato kërkesat, po se ka një si thua një rezultat që kjo u arrit kësaj kërkesat sindikatave, rezistencës sindikatave apo presionit që sindikatat ushtruan. Ne nuk e kemi ndofta këtu. Shiko, unë jam në atë pjesën që çfarëdo lloj gjë bën sindikata si studiuese që jam. Domethënë, çfarëdo lloj gjë që bën sindikata duhet të jesh pjesë e brendshme e sindikatës që të kuptosh sukseset e veta. Nuk ka një sindikat, domethënë që të dalë dhe thotë, "Çiko, bëm një takim me qeverinë dhe kërkuam 1 2 3." Unë si publik të informohem mbi veprimet që bën sindikata, sepse propozime mund të ketë të shumëllojshme, por veprimi në publik ndoshta nuk është në atë nivel që të them, "Shiko sa mirë kjo sindikate bëri një politikë në mbrojtje të drejtave të mia." Thash, nuk përjashtoi gjithë punën e sindikatave, por thash, ajo që dikon në ngritjen e marrëdhënieve kolektive të punës dhe të kontratës kolektive është pikërisht zëri. Po patjetër, ju e përmendër për shkak ka sindikata të mira, sindikata e arsimit, unë kam pasur edhe të ftuar këtu në podcast, ka sindikata jonë që kanë element të ndryshëm në kontratat kolektive të tyre që përkthehen në sukses, si rritje pagash, shpërblime apo mbrojtje gjatë reformave që ndodhin. Pra ka element që lokalisht janë suksese për ne, për sindikatat. Por ajo unë bashkohem me mendimin tënd që ajo që mungon në Shqipëri është që sindikatat nuk kanë zë politik. Pra që të ndërhyjnë kur flasin politik, jo të bëjmë politikat e partive, por të bëjmë politikën. Këtu do ndërhyja dhe do thosha nuk kanë zë juridik. Po, të politikën e tyre sociale. Po jo. Se po themi zë politik, do themi pastaj që
mund të përzijmë sindikatën në pjesë e politikës, që normalisht e theksoj gjithmonë që është e pavarur. Kur them zë politik, them zë për të ndikuar për politika sociale, politika të ndryshme që sindikatët mund të kenë, si për rritjet e pagave apo gjëra ndryshme që mund të kenë ato për kushtet e punës, që janë kërkesa që vinë natyrshëm. Por ne mund të shikojmë që në Europë sindikatat përfshihen edhe në çështje po marr gruaja globale ose gjëra tjera që këtu në Shqipëri ndoshta nuk kuptohen aq mirë. Në Europë dhe në botë paralizojnë çdo mjet të mundshëm, qoftë transporti, qoftë pjesën e marketeve, pra çdo pjesë që ne na preket me mirëqenien tonë apo me jetesën tonë. Franca u doq për ditë të tëra vetëm se u rrit pak çmimi i karburantit apo u rrit mosha e pensionit. Prandaj më duket thënë që nuk kemi zë kombëtar. Tash nuk mund të përjashtoj që ka sindikata shumë të mira. Edhe në rastin e studimit së fundmi që kam parë sindikatën tuaj, domethënë jam e kënaqshme në arritjet tuaja, sepse thash në momentin që rrezikon largimi nga puna e një punëmarrëse të tjerë kthen sërish, kjo është një arritje sindikatës. Po patjetër. Kupton? Por më shumë informacione, ekziston sindikata, ka bërë 1 2 3, domethënë më shumë informacione dhe për ata punëmarrës që nuk janë pjesë e sindikatës, do thuhet, stop. Se pas ka sindikata që na mbron vërtet. Duhet jenë më nuk jam unë vetëm përballë. Edhe më vizive sindikatat në sytë e publikut. Po, pra. Të ndryshojnë atë perceptimin e keq që kanë. Duke ardhur përsëri te kontrata kolektive që kemi dhe temën. Çfarë ndodh kur na i shkelin kontratën kolektive ose i kemi lidhur një kontratë kolektive por kompania ndodh që e shkel, nuk respektohet? Çfarë procedure ndiqet në tërësi? Unë në këtë raste do të marr të kundërtën asaj që tham tek fuqia e palëve. Nëse në momentin e negocimit ne i dham fuqi kompanisë, në momentin e prishjes së kontratës kolektive kompania humbet. Sepse pra ka pasoja reale për kompaninë. Humbet, domethënë humbet në anën financiare, humbet në imazh, sepse ndoshta në momentin, ne jo pa qëllim bëjmë këtë podcast për vetëm në arsye për të informuar, qoftë rastin e punëmarrësve, që është shumë e mirë pjesa e anëtarësimit në sindikat, por edhe rastin e punëdhënësve që të kenë kujdes, në rastet që mund thonë shikoj se unë nuk mund të plotësoj 1 2 3 pika dhe në një ditë bukur them, këtë kontratë kolektive unë do ta zgjidh, apo këtë kontratë kolektive do të kem nuk do të realizojnë ato kushte që kam rënë dakord në mënyrë reciproke me anën e punëmarrësve. Në anën financiare, mund themi që zgjidhja e kontratës kolektive, kur zgjidhet në mënyrë të njëanshme, normalisht zgjidhet nëpërmjet procedurave që paraqitemi pranë gjykatës. Kemi organin që bën kontrollin e zbatueshmërisë së kontratave kolektive, në të cilën kemi inspektoriatin e punës. Në të dy rastet, qoftë në rastin e gjykatës apo dhe të inspektoriatit, masat apo sanksionet që jepen është pikërisht gjopa. Pra palet në rast se ju shkelet e drejta që kanë lidhur sindikata, që kanë lidhur një kontratë kolektive me kompaninë. Sepse unë gjithmonë dua ta theksoj këtë që sindikata që e lidh kontratën kolektive me kompaninë. Po. Ajo është që e lidh dhe shpeshherë kur se ju jeni pedagoge vet, jepni të drejtën e punës të avancuar në universitet dhe shpeshherë dhe mua kur më pyesin student them që 2 gjëra duhet të mësoni për sindikata, 2 armë ka sindikata. Një është greva, një është kontrata kolektive. Pra këto 2 armë janë 2 që ja jep ligji. Pra duke ardhur tek ajo që po bisedonim, në rast se këta, kur ftemi këta kompania, e shkel ose mund shkel edhe nga sindikata, por nuk bën vaki shumë kjo pjesë sa nga kompania për shkak të mosbatimit të dy mund t'i drejtohen gjykatës, siç ju po thoshit. Po. Kemi pjesën e inspektoriatit punës dhe kemi dhe imazhin e besimit që mund të ketë në momentin e rekrutimit apo në momentin që kompania do të dëshirojë të ketë staf. Pra, ka disa pasoja, ose në rastin në të cilën e mund themi që kontrata kolektive do të zgjidhet, do të kalojmë si kushtet e zgjidhjes së një marrëdhënie juridike individuale për shkaqe të parësyeshme, dhe pastaj i dim pasojat që mund të jenë në përputhje me dëmet që ka shkaktuar kompania. Për të kaluar tek ajo që ju thatë në lidhje me grevat, raste shumë sporadike kanë qenë në Shqipëri. Unë prandaj theksin gjithmonë e vë tek, domethënë, studimi im është bazuar së pari mbrojtja e të drejtave themelore të punëmarrësve në kontratën kolektive. E përsia që ka kontrata kolektive mbi individuale dhe forca që duhet japim kontratës kolektive që punëmarrësi të krijojë besim ndaj sindikatës dhe përfaqësisë së vet. Dhe në momentin që arrim te greva, do të thotë që ne jemi aq shumë të bashkuar sa ne e vëm punëdhënësin ton me duar lart, mund të themi.
Patjetër. Pra, Greva kërkon një unitet shumë të mirë. Kur arrim te greva, do thotë që ne punonësit tonë e vëmë duart lart. Dhe nëse thash në këtë podcast nuk na shikojnë vetëm pjesa e punëmarrësve, na shikojnë edhe punëdhënësit, nëse ndonjë nga punëdhënësit ndoshta nuk mund të realizojë dot disa elemente të kontratës kolektive, më mirë të kalojnë në një pjesë negocimi se sa të bëjnë ndonjë zgjidhje të njëanshme, duke ruajtur gjithmonë që ka dhe pasojat veta. Pavarësisht fuqisë që mund të ketë në momentin e negocimit, po mund të ketë pasoja në momentin e zgjidhjes në mënyrë të njëanshme. Ajo zgjidhja pastaj është një gjë ekstrem që vjen nga punëdhënësi. Unë di një rast që ka ndodhur një zgjidhje dhe punëdhënësi është dënuar kundrejt sindikatës për të paguar gjitha kotizacionet, gjitha detyrimet që vinin nga kontrata kolektive. Por çështja është që shpesh ndodhin këto shkeljet ose ndodh që nuk respektohen disa nene të kontratës ose shkeljet një sy nga kompania. A kemi ndonjë inspektim real që vjen nga inspektoriati apo nga ministria në lidhje me kontratat kolektive ku i drejtohen sindikatat, kujt i drejtohen? I drejtohen inspektoriatit? Unë në pjesën e studimit, vështirësinë më të madhe pata informacione që më vinin nga institucionet shtetërore. Pra, në momentin që bën një studim, thash në një studim nxjerr anë të mira dhe anë negative, dhe në pjesën e anëve negative, ti automatikisht do nxjerrësh disa rekomandime, si mund t'i përmirësoj. Dhe institucionet shtetërore ndoshta kishin vetëm pjesën e kontrollit dhe pjesën e zbatueshmërisë, ishte pak e vështirë të merrë një përgjigje nëse kishte një zbatueshmëri në 50%, në 70%, nëse zbatohej, nëse ishte thjesht formale, kjo ishte pak e vështirë. Pavarësisht, ne sot kemi një kod pune deri diku që ka nevojë për përmirësim, pra mund të ketë më shumë masa shtrënguese ndaj punëdhënësit, që ne të kemi kontratë kolektive, mos jetë kontrata kolektive në nivele që në një diskutim të dytë, ne të dy mos themi shiko ka kontrata kolektive formale apo ka të zbatueshme, ne themi sa përqind është zbatueshmëria e kontratave kolektive, do të thotë ne nuk e kemi më zbatueshmërinë e tyre në formalitet. E kemi në përqindje sa më e lartë je zbatueshmëria e tyre. Dhe këtë nga organet, nga institucionet shtetërore ne kemi pak vështirë. Tash për sa kohë ne nuk kemi buletine, për sa kohë ne nuk kemi raportime vjetore, është pak e vështirë që ne të themi që kemi kontroll të drejtë për drejtë mbi kontratat kolektive. Dhe kjo është vështirësia më e madhe në studimin tim, sepse nuk ishte vështirësi të merrje punëmarrësin dhe ta pyesja. Domethënë do i thosha si paguhesh, kur është data e pagës, sa orë punon, në momentin e raporteve paguheni apo jo, pra këto ishin elemente të cilët punëmarrësi të përgjigjej. Element bazik që janë të kontratës individuale ti, kështu që punëmarrësi ishte në dieni dhe të përgjigjej për këtë pjesë. Çdo punonjës ka detyrim. Kurse në momentin që kërkoje mbi zbatueshmërinë e tyre ishte pak e vështirë të merrje. Pavarësisht inspektimeve, kishte inspektime, por pjesa e zbatueshmërisë ndoshta ishte pak më e lidhur pak më e brendshme mes palëve. Kjo është vështirësia e studimit tim që në momentin që unë sot jam edhe në kuadër të përmirësimit, do ta rishoh dhe më në brendësi. Unë kam qenë pjesë e një rasti të pajtimit në që bëhet në ministri. Aty ndodh pastaj që kur ka konflikte kolektive, në rastin e konflikteve kolektive, po ajo është përpara firmosjes kontratës, pra që palët nuk bien dakord, nuk njihen me njëra tjetrën, pra punëdhënësi nuk e njihen se si sindikat më të përfaqësuar një sindikat dhe detyrohen që të shkojnë në ministri. Ndërsa për pjesën e inspektoriatit, edhe unë bashkohem që inspektoriati është ajo që inspekton në zbatueshmërinë ose ne si sindikata i drejtohemi kur kemi një nen të shkelur, le të themi, për shembull orët jashtëorarit ose diçka tjetër, kemi pas raste që jemi drejtuar inspektoriatit për të marrë edhe informacion, ëh. Por inspektoriati në momentin që kërkojë një informacion funksionon në mënyrë të tillë që për sa kohë nuk kemi ankesa nga ana e punëmarrësve mbi mosbatueshmërinë për çfarë ne kemi negociuar, automatikisht unë nuk mund të vetë të bëj dot një kontroll mbi zbatueshmërinë e kontratës, sepse janë disa linja që nuk mund të themi dot në mënyrë të ndarë. Pra, inspektoriati punon, domethënë funksionon nëpërmjet ankesave të punëmarrësve dhe në momentin që vjen në lëvizje nëpërmjet ankesës, kalon nëse kjo kontratë ka problematika, nëse kjo kontratë është thjesht një kontratë formale, ka zbatueshmëri apo ka shkelje të rënda nga ana e punëdhënësit. Në studimin tuaj kishte ndonjë gjetje se sa përqind ishin të mbuluar me kontratë kolektive të punojësve? Në studim, unë gjatë studimit, duke qenë se kisha kontratët kolektive, objekt, kërkova vetë institucionet publike dhe private që kishin kontratë kolektive në fuqi. Pa, është bërë një punë kërkimore para parkisht. Po, pra, dhe nuk, domethënë nuk bëra një
një studim statistikor sa përqind kishin kontratë. Kërkova, sepse ajo që unë e theksoj që nga fillimi i diskutimit së bashku, është pikërisht që sa zë kishte sindikata, sa të njohur ishin punëmarrësit. Pra ky ishte qëllimi im dhe kalova tek ato institucione që kishin gja kontrata kolektive, qoftë në pjesën e institucioneve shtetërore apo dhe në pjesën e industrisë, më së shumti në industri. Tani, ju thoni që një pjesë është e mbuluar, por a mund të flasim në këndvështrimin tuaj për një treg të drejtë kur shumica e punëtorëve nuk mbulohen nga kontrata kolektive? Sa të drejtë e bën tregun mos mbulimi nga kontrata kolektive? Rikonceptoj në një tjetër emërtim dhe mund të them treg të lirë, se sa treg të drejtë. Sepse në momentin që ne flasim për kontratën kolektive, automatikisht e lidhim me lirinë sindikale. Patjetër. Dhe normalisht unë më mirë e rikonceptoj në një treg të lirë, që pavarësisht se unë kam një marrëdhënie pune me punëdhënësin, kam disa të drejta dhe detyrime që më vinë, të drejta detyrime reciproke që vinë mes palëve në kontratën kolektive, por nuk e kemi ende, flas gjithmonë për Shqipërinë. Sot, unë thash në pjesën që po e ridimensionoj dhe unë studimin tim, po i rikonceptoj studimin tim, është futur dhe elementi i Bashkimit Evropian. Është futur elementi Evropë, dhe normalisht na duhet një ridimensionim edhe i marrëdhënieve juridike të punës. Pra, i jam pikërisht në këtë fazë, që nuk jam dakord me pjesën e tregut të drejtë, por them tregu i lirë, që vërtet unë jam punëmarrëse, vërtet unë kam një marrëdhënie juridike nëse ne i mbështetemi kodit punës, një marrëdhënie juridike ndërmjet punëmarrësi ka të drejtën të kryejë një punë apo një shërbim në favor të punëdhënësit, por kam dhe disa të drejta themelore që do më vinë nga kjo marrëdhënie që unë kam me punëdhënësin tim. Pra jemi pikërisht në këtë pjesë. Pra nuk mund ta ndajmë dot nëse kemi një treg të drejtë. Pra nëse ne nuk kemi një kontratë, themi nuk kemi treg të drejtë. Ne duhet me domosdoshmërisht ta kemi kontratën kolektive. Domosdoshmëria e vendosjes e marrëveshjes kolektive është shumë e rëndësishme në një marrëdhënie pune. Unë mendoj gjithashtu dua ndaj një mendim edhe timi që e kam parë në Suedi. Në Suedi ekziston kontrata kolektive sektoriale. Pra, po marrim rastin fason. Sepse aktualisht ekonomia jonë është defragmentizuar në kuptimin që ka kompani të vogla, po marrim rastin e fasoneve. Ai mund të ketë rroba qepsi të ndryshme me nga 100 me nga 200 punonjës në rrethet ndryshme të Shqipërisë. Pra nuk është e pamundur edhe për logjika për një sindikat që të ulet tani të negociojë me 100 kompani. Vetëm koha e negociatave dhe koha që mund merrte në nënshkrimin e kontratës kolektive do duheshin vite. Dhe Suedia ka zgjedhur që Ministria Përkatëse ose linja përkatëse që e mbulon atë, lidhet me sindikatat dhe përcakton kushtet minimale për këta punonjës. Përcakton sa do të jenë rritjet e pagave, sa do të jetë indeksimi apo benefitet të tjera të cilët janë të përcaktuara në kontratë. Pra, e bën këtë negociat edhe për ata punonjës që nuk kanë mundësi të... Dhe unë kam përshtimin që dhe për ne, një skemë e tillë në të ardhmen do të ishte përfituese për këto kompanitë e vogla që punojnë nga 100 nga 50 veta, sepse nuk ke mundësi që ti, edhe mundësi fizike nuk ke që ti të shkosh në çdo lloj kompanie. Kështu që mendoj që unë bashkoj me këtë që nuk është se e bën një treg të mirë apo jo pasi apo jo e kontratës kolektive, por kontrata kolektive rrit standardet për çdo kompani. Se nuk e di nëse ndanë dhe ti të njëjtin mendim, po unë kështu mendoj që ajo bën rritjen e standardit për të gjithë ata punonjës. Është vërtet. Është një domosdoshmëri në marrëdhëniet juridike të punës. Për shembull unë shikoj tek pjesa e call centrit që ne kemi rritur standardet për shumë punonjës. Ishin disa punonjës që ishin të nënpaguar, i kemi rritur standardet. Domethënë e bën më atraktive edhe vendin e punës, dhe për punëdhënësin ndoshta e bën më atraktive për negociuar me një organizatë se sa të ketë të negociojë me gjithë grupet e punonjësve. Është vërtet. Tani për të ardhur në fund, nëse nuk ke diçka për të shtuar, nëse nesër ne do t'i hiqtim të gjitha kontratat kolektive, a do të ndryshonte realisht diçka për punëmarrësit në Shqipëri? Ne themi që Shqipëria kontratën kolektive apo domosdoshmërinë e kontratës kolektive nuk e ka universale, duhet ta ketë universale, nuk e ka. Pra Shqipëria nuk duhet ta konceptojë dot marrëdhënien juridike të punës, eficiencën apo efektivitetin e marrëdhënies juridike të punës pa kontratë kolektive.
sepse ne gjatë bisedës tonë dham shumë shembuj që ndodhin në Europë dhe kontrata kolektive nuk nuk prish punë, mund ta themi në thonjza vetëm kompanisë, institucionit kur flasim në institucione shtetërore, por i prish punë edhe shtetit. Pra nëse ne kemi një kontratë kolektive, atëherë do të kemi më shumë demokraci dhe liri në marrëdhëniet juridike të punës. Sepse do të kemi një rritje të besueshmërisë mes palëve, pra nuk kemi thjesht një marrëdhënie juridike të thjesht, unë punoj dhe ti më paguan, por do kemi një marrëdhënie të ndërsjellët mes palëve, mes të mirave rreth njëri tjetër. Pra do kemi një riciklim. Po. Dhe nuk mund ta mendoj dot, jo vetëm Shqipërinë, por nuk mund të mendoj dot asnjë marrëdhënie pune pa një kontratë kolektive, pa marrëveshje kolektive. Është e pamundur, sepse thash gjitha elementet, unë përsa kohë theksoj që kontrata kolektive ka një përsim i kontrata individuale, gjitha elementet thelbësore, pavarësisht se përcaktohen përciptazi në kontratën individuale, rëndësinë dhe fuqinë ja jep pikërisht kontrata kolektive. Është vërtet ajo, ne përballemi shpesh me raste në gjykat, ju e dini se jeni juriste më vetë që në gjykat kur ti shkon për një problem marrëdhënie pune, pyetja e parë që të bën gjyqtari është a ke kontratë kolektive apo jo. Sepse në rast se do të kesh kontratë kolektive në vendin e punës, do t'i referohet kontratës kolektive. Unë kam pasur një rast nga praktika ime në institucione shtetërore dhe kur kam shkuar në gjykat, kam qenë përfaqësuese një institucioni dhe kur kam shkuar në gjykat, më ka thënë gjyqtari fati jot që nuk kishte një sindikat. Kështu që me këtë po e mbyll. Domethënë edhe gjykata e vlerëson pjesën e sindikat. Fati jot, sepse dëmshpërblimi që mori punëmarrësi nuk ishte në ato nuk ishte në maksimumin e vet. Dhe më tha, fati juaj që ju nuk keni një sindikat brenda institucionit. Do ishte shumë ndryshe. Procesi gjyqësor. Dhe me këtë unë të falenderoj shumë që ishe në podcast dhe me këtë mbyllje që ju bë që për rëndësinë e sindikatës dhe të pasjes sindikatës, unë dua që ta mbyll të podcast duke i bërë dhe një thirrje të gjithë punëmarrësve, se ata janë kryesorët që të organizohen sindikata sepse nuk ju vjen asnjë gjë e keqe, përkundërsi vetëm gjëra pozitive. Po, është shumë e vërtetë. Vetëm mund të jemi shumë të dobët, të gjithë bashkë jemi dhe më të fortë. Jemi dhe më të fortë. Shumë faleminderit. Faleminderit Elona që ishe pjesë.